Rrjeti i bizneseve diasporë shqiptare në Itali është formuar qyshën 2014, me herë me linjen e këtij projektit nga Ministria juaj e atëhershme diasporës me zotin Makolli. Kështu që qysh atëherë rrjeti është në aktivitet. Objektivat ndihen se objektivat e rrjetit janë me i bashkue e me njoftë bizneset e shqiptarët një me tjetrin, edhe plus lidhjen me trojetona kështu. Atje biznese janë me 10, janë shumë, por kam një tret veçantë nga Italia, sepse ne në bashkëpunim të plot me Arbresht ton, ku kam edhe i përfaqësues këtu, me cilë kena bale një lloj aleance vllaznore, po edhe ligjore me Unionin Demokratik Arbresht, edhe rrjeti Italisë, në bashkëpunim edhe me do konfederatat bizneseve italiane, ku janë 80.000 biznese, e në këtë fazë jena një fazë zgjerimit, po shkojmë në gjitha rajonet e Italisë, e tikun ka 8 ori u premtojmë edhe një ngjarje ekonomike të rëndësishme në Rom. Do të thënë është një aktivitet shumë i zgjenuar. Jo, kjo është dialektike. Edhe sikur të mos bësh asgjë, veç me ardhi natë më mbledh 200 vetë, 300 vetë është fitore, sepse është pasuni, njohjet. Po ne kena eksperiencë tashmë disa vjeçare, në shumë vende të botës, që është në Amerikë deri në shtetet edhe jashtë Europë në Europë, ku njerëzit kanë kriju biznese, ndihmojnë njëri tjetrin, edhe brenda Italisë, si brenda çdo shteti, klienti që ka nevojë për shembull për një shërbim, ta supozoj muratori ose elektricisti ose edhe në fushën e agrobiznesit ose shkencave të elektronike, ne preferojmë me thirr shqiptarët në vend si me thirr tjetrin. Natyrisht bashkëpunojnë me gjithë botën, por kur ke njerëzit e vendit tënd, është shpresë e madhe, është bashkim energjish edhe kështu rritet edhe ajo shpresa mundësia me ndiku në trojetona. Një ndër arsyet e qëllimet është me far nota patriotike, sepse unë kam kënaqësi të veçantë, siç kanë gjithë kënaqësi me ndihmu e trojetona, prej në Lugin e kudo ku i kena familje shqiptare. Po na duhet me vetë lavdrua pak kur flasim, sepse na vazhdimisht ngulim kam edhe kur e shohim se biznesi është serioz për Itali, për shembull, si edhe në shtete tjera, duke njoftë tregun edhe antropologjinë e kosovarëve të shqiptarëve në përgjithësi, na flasim fjalët e mira, i tregojmë se nuk është si ka opinion dikush, si është jo dashamir, po ka ligjet mira, ka taksa më të ulta, ka siguri edhe ka fjalë, besë, se na shumë ndërmjetësojmë edhe vetë bëna faktor bese, se nuk lam me tralltu as të huajin as venesin. Kështu si italianë këtu vinë me shumë kënaqësi, ata kanë njohje, edhe kanë lidhje historike, vllaznore, kështu si sa do të mundohen na me italianët jena gati si i popull. Që është e vërteta, mos flasim për ato format e vjetra iliro shqiptare, se ndërç Venediku, ndërç Jugu janë pothuajse shqiptarë nga Preardha dhe nga Gjuha.